Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Kërcet, mas deri 8. Atëherë, për ju sot është ditë fitja Stacit, por për ne është dita 7 edhe do jetë festa e Stacit. Edhe tani unë me Beatrice do të hapim advent calendar. Do e hapim Beatrice sigurisht sepse ka shumë shjetë. Komport? Bravo. Është se di. Highlighter, besoj. Po, është highlighter, shumë bukur. Kjo më pëlqen. Shikoni. Është në stik. Shumë i bukur. Po, kjo më pëlqen. Gjëra që kam ndalur dje ose ditën që kam kaluar, nuk më pëlqen fare. Atëherë, siç e dini sot do kemi festën e Stacit. Edhe tani është ora 10:58, edhe unë me mami edhe babi do shkojmë tani me bëj disa trandafile, 18 trandafile për Stacin. Edhe më pas do shkojmë do me bëj disa plata për mua, sepse si kam dhejtë. Edhe kështu do i marrim kreditën me ne, edhe do shkojmë këto gjërat. Atëherë, outfiti për këtë ditë do jetë trika, skafers, pastaj disa pantallona, edhe kucat do jetë shumë komode sepse do të shkojmë bërë shumë gjira edhe do jenë komode. Atëherë ne tani po shkojmë, po dalim të marrim, të blem çfarë do mama? Dëmbarku? Po. Se kam lënë dhëmë, por s'kam kohë. Po pse s'hora si shoh? E pive cappuccino? Jo. Po pse? S'kam pas kohë. Hajtë se tani të qojmë e bo kolacion. Edhe ku do shkojmë të marrim gjërat e... Po, do marrim të në filin për Stacin, 18 në file. Të kush? Mua më mungojnë taka. Që fustani e vendosa? S'kam vendosa akoma. Okej, Eleni s'ka vendosa akoma. Që? Okej, a keni tregu këtë ju? Shikoni qikte, a duket? Okej. O shumë i bukur. Familja Zylfa. Nuk shikohet, hajde me këni. Kështu. Anche il mio boss. Erdhëm të pim një kafe. Eleni është aty me babi për marrë kafe, gjendja një katastrofë. Deshe që të tregoj fojat, unë I kam bërë të bardha, edhe shpresoj që sonte të rrisë të gjënia. Inshallah I kombinoj me lukun. Qa more Elin? Sfoglia con la crema. Grazie pure. Guys, ne jemi këto, jemi të marrë tortën për Stacin. Kemi shkuar edhe ke resetës që kemi marrë disa prosecco. Edhe tani unë jam të bëjtë mami me babi, këto, jashtë. Edhe pastaj do vi tregoj tortën. Pse? Ku mi sta hapi kush? Hapën, pa do të thorë ropë të? Scusa, non ti pensavo. Ta heshte? Tire Eleni do të marrë këto si të Stacit një lloj. Atëherë tani po dal të marrë lulet Stacit, sepse isha tu po punë. Jam shumë në stres, më ansia, nuk e di që ta them. Tani kjo marrë me vete edhe që këtë marrë lulet, okej? Okej, arritëm. Tani shkem t'i marrim I tuft madhe me lule, 18 trëndafilat të kuq. Mjardu këtu. Një pemë kështu deshe me bletna, po se bletëm. Pse se bletëm? S'na pëlqeu.
Edhe këtë desha me blejt të portokallin këtu. Ose këtë limonin këtu. Shi sa bukur është madhës. Fantastik. Ishte 220 ishte kë. 30. 230, ja. Atje me portokallë. Gjame plot me portokallë. Okej, tani të futemi edhe që kënë marrim trëndafilat. Adesso entriamo qua, scegliamo. Toc toc. Lì. Voilà. I marrëm edhe trëndafilet. Tashti inshallah i pëlqejnë. Se si kemi bërë ato buket, vetëm se i lidhëm thjesht, pero duken shumë bukra. Kuqe flak. Bellissime. Pi edhe tani ku do i lejmë more? Ti vendosim mujtit edhe ti lejmë një cep, sepse në shtëpi është shumë nxehtë edhe këto s'duan shumë nxehtë. Edhe shikojmë çfarë do bëjmë. Ciao amore, do bëjmë gati? Do bëjmë gati? Si jo? Pse jo? Atëherë guys, është ora 5 edhe tani unë do filloj me u përgatitë sepse në orën 7 do jemi atë tek vendi, edhe Stacey me babin kanë shkuar tek vendi me provuar disa gjëra. Edhe tani do filloj me përgatitë, kam bërë dyshin, kam larë flokët, edhe s'kam zgjedhur akoma çfarë me veshë, por s'ka gjë. Pastaj do i gjej, sepse kam në mendje të outfita, edhe pastaj do i shikoj mirë me make-upin, me flokët, krejt rregullume. Edhe kështu. Tani do u lyem. Edhe do vi tregoj pak gjëra që vendoset, sepse më keni pyetur shumë nga ju në TikTok make-up tutorial. Atëherë, nuk po gjej kremin, por s'ka gjë, e kam vendosur përpara, kështu që tani mund filloj me primer. Është ky këtu. Okej, tani që kam vendosur primer, okej. Do vazhdoj me vejtë, pak bronzer. Në vendë... Atëherë guys, unë kam bërë make-upin. Është shumë easy, edhe tani do zgjedh fustanin ose diçka tjetër. Nuk e di fare çfarë vesh. S'di çfarë do të veshësh? Jo. Pse? Nuk më pëlqen si gjë. Atëherë, përshëndetje të gjithëve. Në këtë video nuk u kam jo, s'kam bërë as një klip, as një minut, as një sekondë, por ja ku jam këtu edhe tani, do bëhemi gati bashkë për ditëlindjen time. Jam shumë emocionuar. Bea, do të tregosh outfitin tat? Do të tregosh outfitin Bea, o t'ja tregoj pastaj? Pastaj? O jeta ime sa e bukur që është Beatrice, ju lutem. Wow! Atëherë tani do lyemi. Kam vendosur pak primer, pak krem, sepse shikoni çfarë me ka dalë këtu. Fuçer. Atëherë, me zi po presë që të filloj çdo gjë, por në ndërkohë dua edhe që nuk vi ai momenti, sepse më vërtet kam shumë frikë. Jo frikë, nuk e di, jam shumë emocione, plot me gjëra, nuk e di. Por me zi po presim. Pse nuk vjen këtu? Okej, po vjen. Do lyhemi super mirë. Tani unë kam prova diçka. Shi edhe dhe vendosë bronzer dupe, se është fantastike. Okej, fantastike. Bea, qëfar the? Atëherë këtë bronzerin e adhuroj, por pastaj me fustanin sipër do gjej edhe një mënyrë për të vendosë edhe tek shapa, sepse pastaj shikoni duket shumë keqe.
Tani do presa edhe teze Diane, sepse teze Diana do të me sjelli pjastrën për të bërë ondet, sepse ne në shtëpi e kemi, por nuk më pëlqen shumë. Tani këtë që kam ngelur të vej të shjap këtu. Ok, shikoni, dukem gjë me bukur sepse kjo proprio të nxin, që si me pas mor diell. Atëherë make-upin e mbarova, kam përdorur produktet e që na ka sjell Kozmetik Donna. Edhe tani erdhi momenti me vendosur me vesh fustanin. Jam të vënë gjana këtë koti, që janë të thonë po vendosë, po që, më fe. Jemi shumë të emocionuar, o njerëz, jemi shumë të emocionuar. Edhe atë fustanin akoma nuk e kam treguar, kam prit shumë këtë momentin dhe tani do ja tregoj. Si që dini, si që thash, këtu në YouTube nuk e thash, por e thash tek Get Ready With Me në TikTok, unë kam pas 2 fustane, një gjatë dhe një të shkurtër. Shikoni më pak. Nga Amel Dress, shikoni sa bukur. Unë e falenderoj shumë Elonën për këtë kompletin që më ka sjell, se më rrim aq bukur sa që nuk e di edhe të ma kishte prerë. Proprio për trupin tim s'ka qenë të dalë kaq bukur më. Që shikoni kjo detaja pasaj bukur. Baskarisi. Këtë edhe pak? Është fantastik. Edhe Beatrice e ka njësoj. Një lloj si mua. Njësoj. Po Beatrice si i kam vesh trike poshtë. Po, si se ka ftoft, kështu që do të thotë edhe goca. Ndërsa unë do e falenderoj, sigurisht edhe për fustanin se është super i bukur, por ma shumë për sa u ka përkushtu tek mu, sepse më ka marrë telefon çdo herë që unë kisha nevojë me ka treguar çdo fustan, sepse siç e dini neve jemi në Itali, jo në Shqipëri, edhe unë kam desh me i shiku gjitha fustanat para se ta zgjedhja një. Edhe unë kam zgjedh ato gjatin edhe ato shkurtrin, por shkurtrin më ka marrë motra. Por nejse. Jo, po bëj shaka. Jam shumë e lumtur që po e vendos Eleni, sepse po e vesh Eleni. Pse kështu do jemi pak meqi, twins, si kemi qenë gjithmonë. Po, edhe sot janë një lloj motra të zylfa. Po, modeli nuk është si më thonë, nuk është njësoj, por ngjyra edhe jo modeli, por si është bërë fustani, është njësoj. Edhe janë shumë lumtur sepse krejt do janë të bardhë, me bardhë, ndërsa edhe Eleni me zeza. Atëherë erdhi teze Diana. Përshëndetje. Ciao, përshëndetje. Po e vëm flok të xia. Kam vesh të kuqe, mami flakë. Jam të përmend sot, se je krejt të shumë, jam të përmend krejt ty. Po e bëjmë pak me onë, Eleni ka bërë me pjastre, i ka bërë vete. Eleni, ka shumë të vërë, më s'di mi bojnë pjastre. Asun. Ma jërë, unë mi vjene propë. Ma pëstaj me këto më rrim pak. Unë këni mora me këto, s'ma me këta i bëj, kurse me këshu mi bojnë pjastre, s'kishe durin. Ta mësoja. Alen? Kjo është mokollaj. Kjo është mokollaj për Jo, për me... Jo, për mu është mokollaj kjo. Unë me pjasters. Varet si të mësosh. A gjën ti bëj me pjasters. Shikoni princeshën time, si Zitëllan. E gati. Hikën gjysma. Okej. Të gjithë me Total White, pastaj ja bërë. Gjiste 2 minuta. Edhe jemi gati, gjithë gati. Edhe Eleni, motra zylfë s'kishte si do ishte tjetër, po mos t'ishe një lloj të dyja. Edhe sot Eleni, edhe pse nuk ishe përgatitur për të vesh fustan zi, po s'ja doli si s'ja përfundoi kështu. Edhe Beatrice, shikoni pak Beatricen si është. Edhe mami, super. Si Beatrice meqi. Tani do ikim edhe... Qantën e marrë? Qa do bëjmë me videon? Qërë do bëjmë me videon do mbyllim këtu? Po, këtë video këtu do mbyllim këtu. Neve të shifemi nesër me një setmas, ku do ju tregojmë çdo detaj e festes, po më kam fik dritat për nesër. Subscribe, like Kur fik dritat ti e drit vet, kështu që Ti e drit vet, jemi gati. Të shifemi nesër me një setmas, neve ju puthim, bëni një subscribe, një follow në Instagram, edhe në TikTok, një link në poshtë në boxi. Ju dua shumë edhe me bëni krejt urimet. Bye! Bye! Shifemi nesër! Bye bye!